Qarku Shkodër në 24 orët e fundit ka pasur një përmirësim të ndjeshëm të situatës në gjithë territorin, si dhe rreshje me intensitet mbetullët. Në bashkinë Shkodër situata paraqitet e qetë, ku pas punës së vazhdueshme është bërë i mundur zhbllokimi i segmentit rrugor Theth Ndërlysej në njësinë administrative Shal, ndërsa mbeti të bllokuar segmenti Ndërlysej Bregu i Lumit, ku punimet do vijojnë gjatë ditës së sotme. Nga njësia administrative Shosh, banorët raportojnë për rreshitje gurësh dhe shembje të një pjesë të rrugës, duke bllokuar qarkullimin për automjetet, ndërsa po punohet nga bashkia për zhbllokimin e këtij aksi rrugor. Në bashkinë Malësi e Madhe situata paraqitet e qetë dhe nuk raportohen probleme me energjinë elektrike. Rreshtet kanë vijuar gjatë natës me intensitet mesatar dhe nuk janë evidentuar problematika. Në bashkinë Vaudeës gjatë natës ka patur rreshje me intensitet mesatar, ndërsa nuk raportohen probleme në rrugë. Në këtë bashki ka mungesë të energjisë elektrike në 3 njësitë malore, Vignel, Temal dhe Shllak. Në pjesën tjetër të qarkut nuk paraqiten problematika, ndërsa prefekta e qarkut Shkodër ka konfirmuar për Star Plus në studio e hapur se situata në kaskadën e Lumit Drin është e menaxhueshme. Sigurisht që alerti është nëse do jetë e nevojshme edhe për shkarkime të kontrolluara gjithmonë. Kuotat kanë një rezervë të tillë që nga prurjet e deri tanishme, nga çfarë është raportuar nga institucionet përkatëse, nga njësitë përkatëse, nuk mendohet që mund të ketë eventualitete të tilla. Megjithatë, gjatë gjithë kohës patjetër që do të bëhet mirë menaxhimi në mënyrë sa më eficiente e të gjitha burimeve ose prurjeve, le të themi, ujore që mund të jenë, në raport më pas me shkarkimet nëse do të jetë e nevojshme.